Pra, njerëz të cilët pas një lloj praktike si që ishim ne, realizuam gjëra shumë të mëdha. Justifikuam plotësisht atë përpjekje të madhe që u bën nga shqiptarët dhe si Parti Demokratike. Me programin ton, krijuam ekonominë e tregut. Me programin ton, krijuam institucionet e demokracisë. Siç është e pashmangshme, ne bëm dhe gabimet tona, dolem në opozit, në mënyrë të merituar. Nuk ka diskutim se tolerimi skemave piramidale nga qeverisja e Partisë Demokratike ishte gabimi më i madh i saj. Por ai gabim nuk ishte i qëllimshëm. Ai gabim vinte nga mosdia. Dhe dorëzuam pushtetin, menduan se u bëm copë pik, menduan se do na shunin nga harta e dheut, dhe vërteta është ju kujtohet ju, kur nisën protestat e para, si sot e majmend, 30 vetë mblidheshin aty para derës Selis. Dhe diku më tutje ishte Pjetër Arnori, ndjeri i pavdekshmi, në grevurie në makinën e vetë. Por, ne vazhduam të mbrojmë vlerat dhe parimet që besojmë. Ne pasi njohem gabimin tonë, bëm zgjidhjen më të drejtë ligjore, u dham përgjigje problemeve të krijuara në mënyrën më të drejtë, më të ndershme. Nuk pranuam që me ndërgjegje të kryenin veprime amorale, të mirrin paratë atyre që s'kishin vendos asnjë qindark në skemat piramidale dhe t'ja ujpin atyre që kishin humbur. Jo, ne ndoqëm standarde morale pavarësisht nga çmimi që mund paguonim. Dhe përsëri, shqiptarët e vlerësuan këtë. Shqiptarët pan tek ne një forcë politike me moral, një forcë politike që e lëshoi karrigën, doli në gjyqin publik, mori përgjegjësitë, por mbeti e ndershme në moralin e saj, nuk mashtroi qytetarët. Mos harroni, rivali im u tha qytetarëve, do të rikthejnë çdo qindark. U thash, asnjë qindark nuk mund të kthej, sepse një borxh që nuk është marrë, nuk mund të njihet kurrë. Qeveria e juaj atë borxh nuk e kishte marrë. Kjo ishte e vërteta. Dhe në krye të 4 viteve, shqiptarët votuan në shumicë Partinë Demokratike.